Reflektimi mbi protestën e javëve të fundit dhe nisjen e një faze të re politike dominua në mbledhjen e zgjeruar të qeverisë dhe grupit parlamentar socialist. Kryeministri Edi Rama u ndal gjatë tek mesazhet që sipas tij kanë përcjell protestat qytetare, duke përdorur metaforën e flamingove. Ai bëri dallimin mes protestuesve që i cilësoi të sinqert dhe atyre që sipas tij vijojnë të mblidhen çdo pasdite në bulevardin dëshmorët e kombit për qëllime politike. Prandaj dhe bulevardi i flamingove duhet parë jo si një protest, po si një pasqyrë, që shoqëria na e vuri përpara, duke na sfiduar të shohim vetveten dhe të verifikojmë seriozisht nëse e kemi mendjen dhe zemrën në vendin e duhur për ta qeverisur Shqipërinë e kësaj faze 3, të cilën në radh parë dhe me do e mos duhet ta kuptojmë ne të parët të gjithë përmasat e saj. Unë vetë në pasqyrën e bulevardit Flamingove, pash mbylljen e një epoke dhe fillimin e një tjetër. Atyre njerëzve të zakonshëm që mbushën bulevardin, duhet i them një fjalë të fundit. Ju kam dëgjuar. Flamingot nuk i mban në lagun as gardi, as dekreti. I mban vetëm uji i qetë. Kur uji trazohet, ngrihen, ikin dhe kthehen vetëm kur e gjejnë ujin ashtu siç e duan. Kështu është dhe besimi i një populli. Nuk vritet me një krisëm, largohet kur trazohet uji. Dhe nuk kthehet me thirrje, po vetëm kur gjen ujin miqësor. Puna e mandatit 4 është një dhe vetme, të mbledhim nga të gjitha burimet. Në vijim të mbledhjes, kreu i qeverisë prezantoi atë që e cilësoi si një sikël të ri politik të Partisë Socialiste të pagzuar Rilindja 2.0. Rama u kërkoi deputetëve dhe ministrave të punojnë për të rikthyer besimin e qytetarëve, ndërsa u shpërndau dhe një dokument programatik të hartuar prej tij me titull Besa, që sipas tij do të shërbejë si udhërrëfyes për këtë fazë të re të qeverisjes. Asnjë fjalë tjetër të gjuhës tonë nuk gjeta që ta thotë më qartë çfarë kthese i duhet mandatit 4. Që njerëzit e këtij vendi të mos i përjetojnë më vendimet tona si prerje në bes, të mos ndihen më të padëgjuar, të painformuar dhe përveç se të padëgjuar, të painformuar, të papërfillur. Të mbledhim nga të gjitha burimet ujin e trazuar të besimit dhe ta bëjmë këtë me empati. Dhe flamingot do kthehen. Rilindja 2.0 është emri që ne i vumë ciklit ri politik. Besa është metoda për ta kthyer atë cikël në një përvojë të re për qytetarët e Shqipërisë. Kryeministri shprehu kritika edhe ndaj administratës publike, duke theksuar se arroganca dhe mungesa e komunikimit me qytetarët kanë ndikuar në krijimin e pakënaqësive. Sipas tij, institucionet duhet të ndryshojnë mënyrën e funksionimit dhe të rikthejnë besimin përmes shërbimit tek qytetarët. Ku pash se sa e padurueshme është bërë për njerëzit mungesa e empatisë së njerëzve të shtetit. Arroganca e zyrtarëve pa gjak, që u flasin sikur të kenë karrigen në vend fytyrës, ndërkohë që fytyrën e kanë parkuar në vend të prapanicës. Rama tha se protestat kanë shërbyer si një moment të reflektimit dhe për vetë qeverinë, duke u bërë thirrje të gjithë drejtuesve politik dhe institucional të nxjerrin mësime nga situata e krijuar. Ne nuk kemi miqtë e mi asnjë luftë për të bërë me flamingot, po kemi vetëm një aleanë për të ndërtuar me shumë durim me ta. Betejë sot nuk është mes qeverisë dhe qytetarit që kërkon më shumë. Është mes atyre që duan një Shqipëri më të drejtë, më të besueshme, më europiane, në përvojën, në përjetimin, në eksperiencën e individit zakonshëm në raport me shtetin, dhe atyre që e kanë të domosdoshme një Shqipëri të zëmëruar, të përçarë dhe pa besim të shtetit e institucionet të rregullat e bashkëjetesës demokratike. Në fjalën e tij, kryeministri u rikthye metaforave që ka përdorur edhe më herët, duke folur për flamingot, por edhe për ata që i cilësoi korbëlla dhe sorra, të cilat sipas tij përfaqësojnë një qasje krejt ndryshe ndaj interesit publik dhe zhvillimit të vendit. Tani vazhdojnë të kruajnë plagën me nervozizëm, duke u mbledhur si pupla të zeza mbi bulevard apo rrotull parlamentit, pasi zemra e protestës ka ikur, ka shtektuar bashkë me flamingot. Ata nuk janë armiqtë e Shqipërisë, po bijtë verbër të saj. Në përballje, kreu i qeverisë njoftoi se reflektimi do të konkretizohet edhe me ndryshime ligjore, duke veçuar rishikimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Rama garantoi se kuadri i ri ligjor do të harmonizohet plotësisht me legjislacionin e Bashkimit Evropian si pjesë e angazhimeve të Shqipërisë në procesin e integrimit.